Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur keqardhje për shndrimin e Serbisë, duke i bërë thirrje asaj që të bëjë përpjekjet e fundit për të arritur një marrëveshje. Në një deklaratë për mediat e Ashton theksohet se pas disa raunde të bisedimeve, të gjitha elementet për një marrëveshje për veriun e Kosovës janë në tryezë. Kjo kërkon një marrëveshje ndërmjet të dyja palëve dhe nuk i takon Bashkimit Evropian ta imponojë atë. Shpreh keqardhje që qeveria e Serbisë refuzoi propozimet dhe i bë thirrje të bëjë përpjekjet e fundit për të gjetur një marrëveshje në të mirë të qytetarëve të saj. Shpresoj që do drejtojë debat në Bashkimin Evropian gjatë ditëve të ardhshme në mbështetje të hapave të vërtet përpara drejtardhmës europiane të Serbisë dhe të Kosovës, thuhet në reagimin e Ashton. Edhe qeveria e Kosovës është shprehur e zgënjur me refuzimin që pala serbe i bëri propozimit të Ashton për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka bërë një tjetër propozim për një marrëveshje mes dy vendeve për këmbim territoresh, që do thoshte këmbim në veriut të Kosovës me luginën e Preshevës. Mesi këtij muaji është periudha e raportimit të shefëve së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian mbi rezultatet e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe nga ai raport do të varet dhe rrugtimi i dyja palëve drejt integrimit në Bashkimin Evropian.